kilometra larg Athinës, ndalemi në Markopullos, një nga qendrat e banimit të arvanitasve. Në Markopullos japim dy shfaqje, kaq i madh është interesimi edhe dëshira e arbëreshërve të Greqisë. Përvallen me motive dasëm kosovare, thuhen këto fjalë të tjera në gazetën e botuar të nesërmen. Interpretimi plot finesë, gjallëri dhe optimizëm, me kostume plot freski dhe kolorit. Në fund kryetari i Bashkisë së Markopullos Papasokiru na thot këto fjalë. Άριστες εντυπώσεις. Και μας δόθηκε ευκαιρία να Më dha γνωρίσουμε rasti të njoh një popull sqenj, të shoh si mendon, se si vepron e se si përparon ai. Erdhëm të gjithë, na thon banorët pas shfaqjes, erdhëm t'ju shohim, t'ju dëgjojmë. Na prekët dhe na kënaqet së tepërmi. Mbritja e ansamblit tonë në Athinë ngjalli interes të veçantë në personalitetet e artit dhe të kulturës, tek shkrimtarët dhe artistët, miqt e dashamirësit e vendit tonë. Këtu vizitojmë Akropulin, monumentin e lashtë të kulturës antike greke, të ndërtuar në shekullin e 5 para erës së re. Lëkudra në mes të qytetit, një nga pikat më të larta, shquhet e gjithë Athina. Emrin e kësaj kodrime ka marrë edhe teatri veror, mbi të cilin është ngritur ai, Likavito. Këtu që 2 orë përpara shfaqjes, njerëzit presin artistët shqiptar. Përsëri takime. Për të parë shfaqjen, kanë ardhur edhe kryetari i parlamentit grek, Papaspiru, zëvendës ministrat e punëve të jashtme Zaimis dhe Andreopoulos, si dhe ambasadori ynë Bashkim Dino dhe funksionar të tjerë të ambasadës. Edhe këtu vallet e Dropullit tërheqin me njerë vëmendjen e spektatorëve. Ata shohin se si populli i minoritetit në Shqipëri, në udhëheqjen e partisë dhe në kujdesin e shokut Enver Hoxha, e ruan, e pastron dhe e zhvillon artin e tij të mrekullueshëm. Kjo i entuziazmon ata së tepërmi. Dhe vallet Dropullite janë të shumta, dhe secila nga ato i flet publikut grek për kohra të ndryshme të historisë, për kontrastet mes së dieshmes dhe të sotmes, për jetën e re, për Dropullin e rilindur.
Një sukses i veçantë i trupës sonë, lule dhe njerëz që na rrethojnë kudo për të na uruar. Poeti Jani Manika, që ka vizituar vendin tonë dhe ka shkruar për Shqipërinë. Ansambli Dropullit dhe Imigjenit na dhan një shfaqje të bukur, e cila shërbeu për të forcuar miqësinë midis popullit grek dhe atij shqiptar. Είναι αγγελιοφόροι της ειρήνης σήμερα και να συνεχίσουμε έτσι και χαίρομαι που είμαι και από τους πρώτους που έβαλα μια πέτρα στη φυλή αυτήν. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Artistja e njohur Mariza Koh, që ka kënduar në Shqipëri, na tha: Jemi tepër të entuziazmuar. Ishte diçka jashtëzakonshme që kam. Një shfaqje shumë e bukur, një grup artistik i lidhur dhe i kombinuar. Ishte me të vërtet një shfaqje shumë e bukur me të gjitha elementet e gjallë të traditës shqiptare. Këngëtarët e grupit Eleni Cauli që kanë dhënë shfaqje në Shqipëri. Me që ndoqja shfaqje në Markopulos, edhe tani kjo shfaqje në Likavito, e cila siç e pa dhe publiku i Athinës që e duar trokiti nxehtësisht, them se është një ansambël e mirë nga ana artistike. Ο οποίος ομολογουμένως κατεχειροκρότησε το συγκρότημα το αλβανικό τόσο το πρώτο μέρος όσο και το δεύτερο, το οποίο ήταν ομολογουμένως πιο καλοβαλμένο, χωρίς αυτό να αποτελεί τίποτα άλλο. Ευχαριστώ, τίποτα άλλο. Jam pjesëtar i grupit Eleni Cauli, grup që mori pjesë në turneun para një muaji. Sa po i dham një buqet me lule artistëve shqiptar, së bashku me përgëzimet për shfaqjen e përkryer, për këngët dhe vallet. Faleminderit edhe një herë për pritjen e ngrohtë që na bët në Shqipërinë mike. Këto kujtime do të jenë gjithnjë të paharruara dhe do të mbeten të gjalla. Φίλοι γειτονική Αλβανία, στην περιοδία μας που είχαμε κάνει πριν ένα μήνα. Θα μας είναι οι αναμνήσεις πάντα πολύ ζωντανές στη φωνή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Nasin trupa artistike e përbër nga grupi folklorik Dropulli dhe ansambli artistik Migjeni arrin kulmin e suksesit. Si kudo që shkuam edhe në Delfi, Trikalla dhe Verja Kostur, këngët dhe vallet tona u bën të dashura për publikun artëdashës grek. 13 shfaqje gjithsej, 100.000 spektator. Kjo trup u shprehën artëdashësit grek, na solli artin e ri shqiptar. Në fytyrat e qeshura të këtyre vajzave dhe djemve të shkathët që kërcejnë lehtë si pupla, ne pam artin e ri shqiptar dhe njeriun e Shqipërisë së re.